Megjithse ka dy dosje hetimore në SPAK për korrupsion dhe vjedhje të fondeve publike nëpërmjet tenderëve me vlera financiare të dyfishuara, me dokumentet falsifikuara dhe pagar, kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi nuk po procedohet penalisht. Paprekshmëria e ka nxitur Celibashin të vazhdojë batërdin me tenderët e KQZ-s dhe për shërbime që janë financuar fiktivisht 2 ose 3 herë. Madje duke u dhënë kompanive me pronar që janë në hetim nga SPAK për grup të strukturuar kriminal përmes tenderëve. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 12 janar 2026, kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi ka njoftuar zhvillimin e tenderit me objekt. Mirëmbajtja e moduleve ekzistuese të KQZ-s me vlerë kontrate 480 milion lekë me TVSH. Përveç faktit që këtë lloj tenderi Ilirian Celibashi e bën fiktivisht çdo vit me të njëjtën vlerë, ai ja ka dhënë kompanisë Intelisoft SHPK me pronar Gëzim Hoxhën, antar i bandës Ergys Agasi. Me kërkesë të SPAK-ut dhe vendim të gjykatës së posaçme, Gëzim Hoxha është proceduar penalisht si pjesë aktive e grupit të strukturuar kriminal Agasi, me mas siguri e ndalimi daljes jashtë Shqipërisë, për pjesëmarrje formale në tender, lëshim fatura shtatimore dhe transaksione fiktive ndaj kompanive që nuk ishin pjesë e tenderimeve. Por ky fakt nuk e ka ndaluar Ilirian Celibashin që t'i jap Gëzim Hoxhës tenderin e radhës, me ofertë 70 milion lekë më tepër, duke përdorur kompani që kanë marrë pjesë fiktivisht në tender. Në tender ka marrë pjesë sa për numër dhe pa ofertë ekonomike edhe kompania Naol SHPK me pronar Olti Muçën, ndërsa Ilirian Celibashi ka realizuar skemën për t'ia dhënë tenderin antarit të grupit Agasi me 70 milion lekë më tepër se oferta më e ulët.